Me 11 vota pro, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka certifikuar rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të mbajtura më 28 dhjetor, duke i dhënë fund zyrtarisht procesi zgjedhor dhe duke hapur rrugën për konstituimin e institucioneve të reja. Edhe pse certifikimi u miratua një zëri, përfaqësues të lëvizjes vetëvendosje shprehën sërish rezervat e tyre lidhur me listën serbe. Antari KQZ-s nga LVV, Sami Kurteshi, deklaroi se këto rezerva mbeten të pandryshuara pavarësisht votës për certifikim. Me gjithë rezervat që kemi pasur për listën serbe, i kemi dhe do të vazhdojmë t'i kemi, tha Kurteshi pas votimit. Ai dhe antari tjetër i lëvizjes vetëvendosje në KQZ, Alban Krasniqi, edhe më herët kishin kundërshtuar pjesëmarrjen dhe certifikimin e rezultateve të listës serbe, parti e cila gëzon mbështetjen e Beogradit. Megjithato, këto vendime janë rrëzuar vazhdimisht nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa dhe në disa raste edhe nga Gjykata Supreme. Certifikimi i rezultateve erdhi mbasi përfunduan të gjitha afatet ligjore për ankesa nga partitë politike dhe kandidatët. Procesi u parapri nga rinumërimi plot i votave të rregullta, vendim që u mor pas konstatimit të mospërputhjeve me votat e kandidatëve për deputet, ndërsa votat për parti politike nuk u prekën. Ndërkohë, autoritetet kanë ndërmarrë masa penale ndaj 10 personave, të cilët janë dërguar në paraburgim, ndërsa qindra të tjerë janë intervistuar në ndyshimet për manipulim të votave. Prokuroria e Shtetit ka paralajmëruar se objekti i hetimeve mund të jenë edhe vetë kandidatët për deputet, ndërsa proceset hetimore dhe gjyqësore pritet të vazhdojnë. Mbas certifikimit sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, hapi i radhës është mbajtja e seancës konstituive të Kuvendit. Seanca konstituive përfshin formimin e komisionit për verifikimin e mandateve, betimin e deputetëve, zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit dhe 5 nënkryetarëve. Për këto poste nevojiten së paku 61 vota nga 120 deputet. Një nga çështjet më të ndjeshme mbetet ajo e nënkryetarit serb. Gjykata kushtetuese ka vlerësuar se në legjislaturën e kaluar ka patur shkelje kur ky post i u dha Nenad Rashiqit përmes shortit, duke theksuar se drejta e propozimit i takon shumicës së deputetëve të komunitetit serb, që aktualisht janë 9 nga lista serbe. Ky vendim është kritikuar nga lëvizja vetëvendosje dhe mbetet e paqartë se si do të veprohet në legjislaturën e re. Me përmbylljen e konstituimit të Kuvendit, hapet rruga për formimin e qeverisë së re. Paralelisht në skenën politike mbetet e hapur dhe çështja e zgjedhjes së presidentit të ri. Afati i fundit për këtë proces është 4 marsi, ndërsa në rast dështimi, vendi do të shkojë automatikisht në zgjedhje të reja brenda 45 ditësh. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani thiri për të mërkurën më 11 shkurt në orën 12 seancën konstituive të Kuvendit të Kosovës. Në njoftimin e presidencës, thuhet se vendimi është marrë mbas konsultimeve me shumicën e partive parlamentare dhe duke patur parasysh urgjencën për krijimin e institucioneve të reja, miratimin e buxhetit dhe marrëveshjeve ndërkombëtare. Seanca konstituive përfshin betimin e deputetëve, zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit dhe 5 nënkryetarëve. Një nga çështjet më të ndjeshme është sërish ajo nënkryetarit serb. Mbas konstituimit të Kuvendit, presidentja pritet të japë mandatin për formimin e qeverisë së re partisë fituese, lëvizjes vetëvendosje.